Në të gjithë Shqipërinë ka nisur sot shpërndarja e bazës materiale zgjedhore drejt qendrave të votimit në kuadër të përgatitjeve për zgjedhjet parlamentare të 2025. Procesi po zhvillohet në masa të rrepta sigurie dhe në praninë të përfaqësuesve të forcave politike, punonjësve të policisë, përfaqësuesve të KQZ-s dhe vëzhguesve të akredituar, që nga orët e para të mëngjesit, komisionet zonale dhe administrimit të zgjedhjeve në çdo bashki kanë nisur shpërndarjen drejt qendrave të votimit me qëllim që çdo pajisje, flet votimi, listë dhe material të jetë në vend brenda afatit të caktuar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se procesi po zhvillohet sipas planit operacional të miratuar më herët dhe deri më tani nuk është raportuar për vonesa apo probleme serioze në terren. Të gjitha KZZ-t janë pajisur me materiale përkatëse, ndërsa forcat e rendit janë në gatishmëri për të garantuar një shpërndarje të sigurt dhe të kontrolluar. KQZ apelon për bashkëpunim maksimal me të gjitha palët e përfshira për të garantuar që dita e zgjedhjeve të zhvillohet në kushte të qeta dhe të rregullta. Një nga zonat ku procesi ka nisur me ritëm të mirë është KZZ numër 52 në Gramsh, ku janë shpërndar materialet drejt 48 qendrave të votimit që përfshihen në këtë njësi zgjedhore. Kreu i KZZ Edison Shahini tha se procesi po vjon normalisht dhe pa pengesa. Të gjitha materialet janë të plota, të paketuara sipas procedurës dhe janë dorëzuar në praninë e përfaqësuesve të forcave politike. Deri tani çdo gjë po ecën mirë. KZZ 52 Gramsh ka marrë gjitha masat për bazën materialet për procesin zgjedhor që zhvillohet ditën e nesërme për kuvend. Kemi nisur shpërndarjen e materialeve që në orën 9 paradite dhe pretendojmë që brenda orarit 3 orës 15:00 zyrtarë, siç thotë kodi zgjedhor, të përfundojmë shpërndarjen e materialeve në 48 qendrat e votimit që përmbledh KZZ. Deri tani nuk kemi pas ndonjë problematik që duhet vënë re. Thjesht jemi në pritje të komisionerëve që janë lajmëruar që ditën e djeshme që të vinë të marrin bazën materiale. Në të gjithë vendin, ditët në vijim do të jenë vendimtare për përgatitjen përfundimtare, ndërsa vëmendja mbetet te funksionimi i pajisjeve të identifikimit biometrik dhe trajtimi i komisionerëve. KQZ ka paralajmëruar se çdo devijim nga procedura do të mbikëqyret me kujdes për të shmangur çfarëdo lloj problematike që mund të ndodhë.